Drejt për së drejti në News 24, në flasim për shëndetin. Vazhdojmë të jemi me mjek të Spitalit Kontinental, sot mjeke gastrojpatologe dhe enterologe, Ada Myrta, mirë se erdhe në studio. Kemi filluar me pak vonesë, doktoresha, për shkak të situatës aktuale në vend. Megjithatë, ne do kemi kohë të japim informacion dhe këshilla se kjo në këtë kohë duhet, patjetër, apo jo, sepse shëndeti vjen që të moni pari, kemi thënë. Po hy direkte në temë, disa pacient referojnë për shqetësime gastrointestinale apo të themi shenjat aparatit tretës në momentin kur e kanë kuptuar që janë të prekur me COVID-19. Në të vërtet, një pjesë e mirë e pacientëve që janë të prekur me COVID-19 dhe janë me shenja gastrointestinale, e kanë pak të vështirë në fillim që ta kuptojnë këtë gjë. Një pjesë e madhe atyre... Dhe më të ne edhim nga studimet. Një pjesë e madhe diagnostikohen pak më vonë, se sa pjesa tjetër që fillojnë me një herë me simptoma respiratore. Është parë që ka një vonesë rreth në përstudime që janë bërë, që ka një vonesë rreth 9 ditore nga momenti që pacienti shfaq simptomat e para gastrointestinale dhe më pas shfaq simptomat e tjera të aparatit respirator. Simptomat janë ato si të një gripi si një virusi gastrointestinal të zakonshëm. Pacienti ankon në pjesën më të madhe të rasteve për diare, në përqindje më të ullët për anoreksi, do me thënë dëshira për të ngrënë fillon gradualisht dhe ullet, në një përqindje edhe më të ullët fillojnë ankojnë për të vjella dhe në përqindje edhe më e vogël është tek pacientët që ankojnë të vjella. Do me thënë nëse kuptova mirë... Dhe dhimbje barku. Dhe dhimbje dhe barku. Nëse kuptova mirë, kemi në fillim, si të thua, është një gastroenterit, në këto shenja, dhe në ditë pas këtyre, atëhere i mbivendosen dhe shenja të COVID-it? Është parë nga studime që pas 9 ditësh arritet në përfundimin që pasi një pacient ka filluar të ketë simptoma gastrointestinale dhe më vonë pas 9 ditës janë shfaqur simptomat respiratore. Dhe atëherë bëhet lidhja që një pacient vërtet pas ka qenë COVID që në fillim. Kjo ndodh sepse ashtu sikurse virusi ka disa receptor që janë të pranishëm në pjesën e aparatit respirator, ashtu janë të pranishme edhe në pjesën e traktit gastrointestinal, veçanërisht në kolon, në zorën e trash. Në zorën e trash. Megjithatë, nuk është vetëm koloni që preket edhe mëlçia. Është parë që këto receptor janë të pranishëm edhe në rrugët e mëlçisë dhe në qelizat e hepatike. Me simptomat hepatike janë edhe më të rralla rastet. Ndërkohë që t'ja lëm kohës edhe studimeve, sepse ne themi që vërtet mas 9 muajve ne dim për këtë virus, po ky është akoma ende i panjohur edhe për shkencëtarët. Megjithatë, doktoresha, zakonisht mbas trajtimeve me medikamente apo të themi me shumë bara, ajo që vuan është mëlçia. Që ndodh me medikamentet apo me atë skem trajtimi që ka deri tani COVID-19 dhe ndikimin e saj efektet anësore të këtyre barnave në mëlçi, në hepar? COVID-19 duke mos pasur një trajtim të mirë përcaktuar fiks, janë aprovuar disa medikamente në lidhje me të, por që janë medikamente jo të studiuara shumë mirë. Fillimisht u përdor hidroksiklorokina dhe pastaj klorokina, të dyja paka shumë e njëjta gjë. U pa që në bashkëveprim me azitromicinën jepte disa rezultate të mira. Pastaj dhe kjo hodh poshtë për shkak të efekteve anësore që kishte. Megjithatë nuk i ka pas tipike hepatike. Hepari mund të dëmtohet për disa arsye në rastin e COVID-it. Rasti i parë është nga që vetë COVID-i prek heparin. E dyta është sepse duke u prekur pulmoni, që është aparati jonë, më thënë, respirator dhe me cilin marrim oksigjenin dhe na oksigenohen gjithindet, ashtu e oksigenohet edhe mëlçia. Duke mos u oksigjenuar siç duhet, qelizat hepatike vuajnë. Dhe në këtë mënyrë, kjo është një formë dëmtimi i mëlçisë. Dhe treta pastaj është kjo që përmendët ju në manë të medikamenteve. Janë parë disa medikamente që le të themi që nuk janë shumë
përbëjmë pak problem. Për shembull është remdesiviri që po përdoret kohët e fundit. Antivirali. Megjithatë është parë që edhe në disa raste ka dhënë hepatotoksicitet, por që në të vërtetë është parë që është trajtuar edhe me një medikament që është acetilcisteina, që ne normalisht e përdorim kur ka intoksikime nga paracetamoli. Edhe vetë paracetamoli që ne rekomandojmë kaq shumë sepse nuk e shfaq atë stuhin e citokinave, po u përdor në dozat mëdhaja, që zakonisht po ta kalojnë 6 gram në ditë, atëherë fillon të shfaqë efekte toksike në hepar. Pastaj medikamentet të tjera janë... Që këshilloni të themi këtyre pacientëve që për kohë të gjatë kanë përdorur mjekima, ka një skem të caktuar apo thjesht një ushqyerje rregullt, një hidrim të pacientëve që vinë me simptoma gastrointestinale dhe hepatike, ne për heparin zakonisht tentojmë të japim antioksidant, do të thonë japim vitamina, japim edhe një antioksidant mirë që është një bim, silimarina. Silimarina? Silimarina është një nga emrat që përdorim, por është një bim që quhet Sibelium marianum. Është një bim që është antioksidante, është... Në formë tablete, kjo? është në formë kapsulash. Sibelium? Sibelium marianum. është një bim që ne japim shumë shpesh, është edhe kardioprotektor, ndikon dhe në zemër, por edhe në është dhe mbrojtës i mëlçis. Po dhe që nga mirë, sepse që nga bim. Po, është një bim. Atëherë ne kuptohet të e shoqëruar dhe me vitaminat, vitaminën C, si antioksidant, vitaminën E, si hepatoprotektor. Po shikoj, doktorisha, në fakt një mesazh nga ka ardhur që para se të fillonim emisionin. Jam një paciente me COVID-19 dhe kam probleme me stomakun nga përdorimi i ilaçeve, çfarë mund të përdor, sepse përveç asaj që tham efekte anësore në mëlçi, kemi edhe lidhjen direkte medikament dhimbje stomaku. Duke qenë se një pjesë e rëndësishme e trajtimit të pacientëve me COVID janë dhe preparatet antikoagulante, atëherë duhet marrim dhe mbrojtës stomaku, kështu që qoftë Xarelto, qoftë antiagregatët si aspirina që përdorim, që janë përdorur aktualisht, rëndom, duhet të shoqërohen me një përdorus, me një... Të cilin besoj mjeku e përshkrua, no? Pra të gjitha ata pacientë që po kalojnë COVID-19 dhe referojnë shqetësime për stomakun, le të lidhen me mjekun e tyre i cili ju përshkruan ndërkohë dhe një nga medikamentet që të doktoresha. Këto medikamente me mbrojtës të stomakut. Përshëndetje, thot, kam kaluar COVID-19, nuk e di do ta kemi mundësi ta shohim edhe aty apo jo. Në 11 dhjetor dola negativ, u kujtova 23 ditë me kortizon antibiotik, çfarë analizash duhet të bëjmë me mjekun, me mjekun që ju kanë ndjekur, sepse çdo pacient kërkon një trajtim të personalizuar dhe patjetër ai ju di historikun, ju di rezultatet e testeve laboratorike apo dhe radiologjike që keni bërë dhe ai do t'ju referoj. Mirë. Doktoresha, me kamerën e News 24-ës ju kemi ndjekur në momente pune. E ndjekim bashk edhe me një paciente të themi e cila referon të shqetësime që mbase mund të ishin COVID apo jo. E ndjekim doktoreshën në momente pune dhe kthehemi, komentojmë. Atëherë Zonjë, si është puna? Doktoresha, është dita e tretë që kam dhimbje të forta të barkut, të bjella, diare, dhe kam një temperaturë të 37,5. Gjatë tyre 3 ditëve, situata ka ardhur duke u përmirësuar, të vjellat kanë ardhur duke u ndaluar, më të pakta në kohë, diareja duke u agravuar, dhe më thuaj pak për temperaturën, të ka filluar njëkohësisht me këto shenjat e tjera? Shenjat e para ishin dhimbje e barkut dhe pak temperaturë në fakt. Pastaj kam filluar të vjellat dhe diaret, që nuk mund të them nëse janë paksuar ose ka duke paksuar. Është njësoj, më duket është njësoj. Ju keni bërë ndonjë udhëtim, keni qenë, domethënë,
normalisht brenda Shqipërisë ose keni ndryshuar ndonjë restorant ose nuk hani në shtëpi? Jo, gjatë kësaj periudhe kohës që gjithë janë bukje me kujdesshme, po mekanizmet e transmetimit ndoshta nuk e kemi shumë. Okej. Jeni vetëm ju në familje që keni këto ankesa apo ka dhe persona të tjerë që kanë pasur? Vetëm unë aktualisht. Okej. Ju jeni në kushte pune, keni qenë në kontakt me njerëz që kanë pasur simptoma të ngjashme? Jam në marrëdhënie pune dhe jam në vazhdimisht në kontakt me njerëz, por nuk di të them nëse njerëzit me të cilët bashkëpunoj unë. Aktualisht keni përdorur ndonjë mjekim? Jo. Vuani nga ndonjë sëmundje tjetër? Jo. Ndonjë shtrim në spital për ndonjë arsye në të kaluarën? Jo. Aktualisht çfarë po përdor? Ke përdorur ndonjë mjekim? Jo, kam filluar vetë vitaminoterapi dhe kam shtuar ca lëngje, po realisht do të pi e vjet. Keni shkuar në urgjencë apo është momenti i parë që paraqiteni tek ne? Okej. Konsultuar, se me mendimin që do kaloj. Temperatura maksimale ka qenë 37,5? 37,5, 37,6. Unë do thoja që duke qenë se jemi në një periudhë pandemie, duhet përjashtojmë edhe ca gjëra të tjera që më përpara nuk i kemi pasur. Kjo situatë mund të jetë edhe thjesht një gastroenterit i lehtë, një gastroenterit që mund vi nga një gjendje virale banale, por në të njëjtën kohë kemi pasur edhe pacientë që kanë qenë që është parë që kanë qenë në sfondin e COVID-19-s. Atëherë, do na duhet që të bëjmë disa ekzaminime, ndërto ekzaminim laboratorik dhe një ekzaminim imazherik, një ekografi abdominale. Dhe në të njëjtën kohë, në varësi dhe të përgjigjeve të analizave që do kemi, mund të nevoja që të bëjmë një tampon. Jemi kthyer në studio me doktoresha Damyrta e gastroepatologe, ne folëm pak, nuk mund ta shmangnim doktoresha lidhjen e COVID-19 dhe shqetësimeve gastrointestinale dhe ndikimin e tyre në mëlçim. Megjithatë ju thatë që duhet të presim dhe të referohemi studimeve të tjera që do të vinë. Ndërkohë folëm pak edhe për medikamentet dhe rolin e tyre në mëlçin, ato që ne i quajmë laboratori i trupit tonë. Ndërkohë, doktoresha, cilat janë ato probleme që juve hasni më të shpeshta, të themi, në traktin ton tretës dhe për të kaluar pastaj atje ku ju dhe donit të ndaleshin tek mëlçia dhe tek ato jo vetëm të themi jo vetëm viruse apo por të gjithë patologjit që prekin të. Okej. Përveç kësaj periudhe që vërtet kemi pasur dhe shumë raste me Covid që kanë qenë me shenja nga më të ndryshme, siç kurse tham gastrointestinale, me rritje të hepatike, me rritje të transaminazave, në praktikën e përditshme para ardhjes së këtij virusi, normalisht si specialitet ne merrem me traktin tretës, kështu që pjesa më e madhe e problemeve që trajtojnë janë ato që kanë lidhje me dhimbjet abdominale, me problemet e të dalurit jashtë, me fryrjet e barkut, pastaj mëlçia që është, ju e thatë që është laborator më vete, ka akoma ka shumë smundje të tjera specifike, duke qenë se ne i vim nga Shqipëria dhe vetëm SDO është një vend endemik për viruset, për hepatitin B dhe C. Pikërisht kur tash virusës, se tani e lidhim gjithmonë me COVID-19, ato kisha parasysh? Po, atëherë ne kemi shumë pacientë që na vinë mbartës me hepatit kronik, që të B-s dhe të C-s. Ndërkohë që hepatitet A zakonisht nuk trajtohen nga ne, sepse vinë më shumë në për urgjenca dhe trajtohen nga mjekët infekcionist. Ju pam edhe duke ekzaminuar, duke kryer një ekografi dhe të gjithë ajo që njihet rëndom
eko e barku, të themi, e abdominale, thoni ju. Sa arrim të zbulojmë me një ekografi dhe sa shpesh e rekomandoni ju atë në formë check-up për populatën e shëndetshme, të themi, dhe me çfarë analizash të tjera duhet shoqëruar për të pasur një bilanc të plot? Atëherë, ekografia abdominale për ne si gastropatolog është bazikja. Me ekografi ne shikojmë morfologjinë, formën e organeve, strukturat ekografike, shikojmë mëlçinë si është, shikojmë tëmthin, pankreasin, zorët se si janë. Duke qenë se ekografia na jep shumë informacion, ajo është është dora jonë e djathtë. Ndërkohë, në varësitë të pacientit që kemi përpara dhe të ankesave që ka, drejtohemi dhe duke kërkuar analizat laboratorike, ekzaminime të ndryshme. Në qoftë se dikush vjen me një zverdhje në lëkurë, me një kruarje të trupit, përveç ekografisë abdominale, atëherë unë do përqendrohem dhe tek kuptoj që kemi të bëjmë me diçka që ka lidhje dhe me mëlçinë. Në qoftë se dikush tjetër më vjen me probleme me dhimbje barku, me fryrje të barkut, atëherë fokusi im do jetë përveç ekografisë, do jenë edhe ekzaminimet të tjera. Ekzaminime laboratorike, si kurse feqet për gjak okult, për myk, për parazit. Tjetër janë edhe analizat e thjeshta, një gjak i thjesht, nga një gjak i thjesht marrim shumë informacion. Në qoftë se unë kam të bëj me një person që është anemik, atëherë kjo gjë më bën të mendoj që duhet gërmoj pak më shumë. Dhe ky pacient ka probleme dhimbje, probleme në defekim, fryrje, atëherë mund më lidh nevoja që unë të kërkoj dhe ekzaminime të tjera, sikurse janë kolonoskopia apo gastroskopia. Është një specialitet që ka shumë nevojë për aparatura dhe mjete të tjera. Dhe me që përmendët edhe kolonoskopin dhe gastroskopin, është rrëzuar dhe ai miti dikurshëm, nuk ka më të themi atë panik në popullat, po të dyja këto ekzaminime tashmë janë rutinë. Këto ekzaminime në spitalin tonë janë rutinë, domethënë është pastaj është edhe fakti që janë ekzaminime që bëhen në mënyrë të sigurt. Në momentin që ne realizojmë këto, nuk kemi vetëm mjeku gastropatolog edhe infermieri, kemi gjithmonë një anestezist që kujdeset edhe për pjesën e funksioneve vitale të pacientit, por edhe që pacientit jetë sa më komod, që ekzaminimet mos ndihen dhe të punojmë shumë qetë, sikurse gastropatologu ashtu edhe pacientit jetë në kushte që të qeta. Mirë, na duhet të bëjmë pak publicitet, mos u largoni, ne do të jemi përsëri me doktoresh Adën në pjesën e dytë. Me doktoresh Ada Myrta, si të thuaj pritëm, kemi prekur sot, doktoresh Ambase, duke qenë se tematika e aparatit ton tretës është e gjërë, do të na duhen më vonë edhe emisionet të caktuar që të ndalim në topik të caktuar. Megjithatë ne sot sqaruam pak lidhjen e COVID-19 edhe shqetësimeve gastrointestinale, ndikimin e tyre në hepar, presim studimet aty, ndërkohë përmendët edhe një atë bimën e cila përdoret si detox për mëlçin, nëse më lejohet ta them këtë si emër. Njihet detoksi i mëlçisë në fakt nga mjekët? Njihet si antioksidant, si hepatoprotektor, si kardioprotektor. Patjetër kemi vitaminën C, kemi vitaminën E që njihen si medikamente që ndihmojnë funksionimin e mirë të mëlçisë. Ndërkohë, përmendëm pak hepatitet. Po. Do thoja që edhe antiinflamatorët nuk janë shumë të preferuar për mëlçinë. Duhet pasur pak kujdes edhe në lidhje me to. Deri përpara pak kohë edhe ibuprofeni mund të merrej pa recetë në farmaci, ndërkohë që tani duhet patjetër për situata më kritike dhe duhet pasur pak më shumë kujdes. Gjithmonë me antiinflamatorët jo steroid, kurse steroidët kanë të tjera efekte anësore, por në smundjet caktuara të mëlçisë, sikurse janë ato autoimune, kolangiti, për shembull sklerozant primar, që më parë quhej ciroza biliare,
Ka si një nga trajtimet e tij, përveç një acidi që na e prodhon vetë organizmi jon dhe ne e japim si suplement pacientëve, që është ursobili ose acidi ursodeoksikolik, ne japim edhe antiinflamator steroid që janë kortizonikët. Dhe që është kontingent më i rrallë, të themi. Patjetër. Më thënë, preferojmë mos arrim deri atje, por që na ndihmon në momentet caktuara në problemet me mëlçinë. Atyre pyetje Pixarelto 20 mg, doktoresha do na e thot, për 2 vitesh kam rrallë një djegje të lehtë stomaku, dhimbje në mëngjes, grapsima të shpejta dhe vështirësi të madhe në nuk përdor asnjë medikament. Çfarë mund të sugjerojmë, doktoresha, me këto të dhëna që kemi? E përmendëm dhe pak më parë që Xarelto ka qenë dhe një nga medikamentet e përdorura tani në Covid, por Xarelto është dhe një antikoagulant që përdoret shumë për patologji të tjera. Kardiovaskulare. Po, kardiovaskulare. Zonja thotë që e kanë përdorur prej 2 vitesh. Si rregull, nëse zonja vuan, ka pasur dhe më përpara gastrite ose ka një djegje aktuale të stomakut, gjithmonë ne shoqërojmë me një mbrojtje të stomaku. Në dozën minimale, një frenues të pompës protonike, që mund të jetë pantoprazol o omeprazol, dhe me dozën minimale 20 mg mund ta shoqëroj. Ndërkohë, për problemet që ka me zorën, që thotë që ka vështirësi, atëherë duhet kërkuar një çik më gjatë arsyeja. Edhe më shumë. Doktoresha, ekziston një term në popullat, dhiamosja e mëlçisë, apo mëlçi me dhiam. A njihet në mjekësi ky si term edhe ç'mund të themi, është edhe kjo një patologji e shpeshtë e heparit? Dhiamosja e mëlçisë është një ndër patologjitë më të shpeshta të heparit kohët e fundit. Përveç hepatiteve, që janë viruset që i përmendëm më parë, dhe alkoolit që është një faktor që dëmton mëlçinë, edhe dhiamosja e mëlçisë është një faktor ekstra, sidomos vitet e fundit edhe për shkak të jetës sedentare dhe mbase ushqimeve jo shumë të zgjedhura, një pjesë e madhe e popullsisë vuan. Zakonisht janë personat që janë mbi peshë që vuajnë nga kjo pjesë dhe që kanë çrregullime të kolesterolit, triglicerideve, personat që janë diabetik, personat që gjithashtu që përdorin alkool, përveç dëmtimit që bën vetë alkooli, japin edhe dhiamosje të mëlçisë. Dhiamosja e mëlçisë ne na kalon në 2 stade. Në momentin që pavarësisht se mëlçia është e dhiamosur, ne nuk kemi probleme funksionale, do me thënë enzimat e mëlçisë prodhohen normalisht, nuk janë të rritura, do me thënë nuk kemi shkatrim të indit të mëlçisë, kemi dhe fazën tjetër që i bie pak më avancuar, që kemi rritje të transaminazave që janë ato enzima që tregojnë që kjo mëlçi jo vetëm është e dhiamosur dhe ne arrim ta kuptojmë që është e dhiamosur, po funksioni i saj po dëmtohet gradualisht. Dhe është një nga arsyet që vitet e fundit dhe në botë po kalojnë drejt nga dhiamosja, po shkojnë drejt fibrozës dhe po shkojnë drejt cirozës. Që të themi ai është problemi më madhor? Po, madhore është dëmtimi kronik i mëlçisë, shkon nga steatoza, fibroza dhe ciroza hepatike, që është kur mëlçia nuk arrin dot t'i kryej të gjitha funksionet e saj ashtu siç duhet, dhe mund të arrijë deri në stade të tilla që vetmja zgjidhje për pacientit mund të ishte transplanti. Transplanti, që ndërkohë në vendin tonë nuk kryet. Ndërkohë që po shoh nëse kemi ndonjë mesazh tjetër. Jo, doktoresha, ne gjithmonë në fund japim këshilla dhe rekomandime. Cilat do t'ishin ato këshilla apo mesazhe që do t'jepnit ju dhe për kontingjentin e pacientëve kronik që keni, po dhe për të themi popullatën adulte të shëndetshme? Atëherë, për pacientët që vuajnë nga patologjitë kronike, veçanërisht në këtë situatë, ata që kanë probleme me heparin, veçanërisht me heparin, janë më të predispozuar që edhe COVID-19 këtë smundje ta kalojnë më rënd. Kështu që e vetmja mënyrë që është mbrojtja. Mundohuni që të mos frekuentoni vendet që mendohet që ka... Të zbatojnë të themi ato masa që kemi deri tani, Po, mbase edhe më shumë se të tjerët.
Ndërkohë që për popullatën e shëndetshme, unë do thoja që të jeni sa më të kujdesshëm edhe për punën e shëndetit, diagnosjes, kileve të tepërta, ashtu dhe duhet pasur kujdes edhe për viruset që ne dim dhe rrugët e transmetimit, B-ja dhe C-ja që shkon drejt kronicitetit. Dhe pastaj edhe të themi një kronicizimi dhe një vuajtje dhe të gjatë. Ndërkohë, mbase unë ju dëgjova, ju e lidhët edhe me jetën sedentare, problemet të mëlçisë, por 2-3 herë përmendët dhe konsumin e alkoolit. Në qoftë se ne në emisionet e Stop duhanit gjithmonë në mënyrë kategorike, për alkoolin deri diku kemi thënë në mënyrë të moderuar. Mos është rasti këtu që të japim disa këshilla. Është thënë që për Covidin në përdorimi e alkoolit të mbron, nuk është e vërtet. Është mit. Kështu që thjesht duhet mbrojmë veten, alkooli në mënyrë për lezet, jo konsumim që ta bëjmë. Me doza të vogla, të themi. Mirë, doktoresha, vetëm sa i prekëm sot problemet të themi të aparatit tretës dhe sidomos mëlçit. Ju folot pak edhe për diagnosin e mëlçis, folot pak edhe për hepatitin B dhe të cilat janë edhe ato që çojnë edhe në dëmtime më madhore dhe për cirozën e cila ishte grada e fundit, thatë ju, e cila, apo jam gabim në të shprehur. Është dëmtim kronik. Dëmtim kronik, dhe ajo. I mëlçis, do me thënë kur mëlçia ka arritur në stadie të tilla që është indi saj nuk ekziston më, praktikisht kemi vetëm ind fibrotik. Mirë, kam edhe një mesazh, thot, mund ta pyes doktoreshën analiza e GGT është 370, nuk kam do një shqetësim, a ka problem me mëlçin? Atëherë, është një analizë që gamma-GT-ja, është një analizë që është tipike për rrugët e mëlçisë, duhet parë, më thënë pacientja duhet shifet në kompleks, sepse ajo rritet në disa situata. 370? është një vlerë e rritur. E rritur, është diku ke 5 fishi normës. Pacientja duhet paraqitet, duhet të vlerësohet në kompleks. Sepse duhet parë që kemi një blokim të rrugëve biliare, kemi një paciente që vuan për shembull nga tiroiditet, mund marrë medikamente për tiroiden, që edhe ato i rrisin transaminases. Mund të jetë një paciente që ka kaluar Covid, që është edhe kjo tipike e rritur. Ndërkohë, ndajmë bashkë edhe këtë mesazh të fundit, 2-3 vite që kam probleme zorën e trashë, shëqore me fryrje barku, para një muaj kisha simptoma Covid, kryesisht lodhe jam trajtuar me antibiotik të lehtë, momentalisht kam diare, nga 10 ditë dhe lodhja vazhdon. Mund të jetë këtë një efekt i antibiotikut? Po, kjo mund të jetë një efekt i antibiotikut. Lodhja është edhe Covidit, kurse diareja normalisht bën e lodha akoma më shumë pacientin, sepse i bën që të humbasi kripra dhe lëngjet. Mund të jetë një efekt anësor i antibiotikëve, pacientja mund të ketë disbakterioz, çrregullimet të baktereve që janë të dobishme për zorën tonë, por mund të ketë edhe mbivendosje të kandidës, të mykut. Duhet bëj analiza të feqeve dhe duhet bëj një konsult. Edhe më të detajuar. Mirë, unë nuk e kuptoj këtë Whipple. Atëherë, Whipple është një procedurë që është një operacion goxha i ndërlikuar, bëhet në problemet e kokës pankreasit dhe gjithashtu të duodenit. Duhet përdor për të ruajtur mëlçin, thotë, jam edhe diabetik? Është një pacient që duhet kujdeset që të përdori më shumë enzimat e pankreasit, kurse për mëlçin maksimumi duhet të ketë një dietë të shëndetshme. Një dietë të shëndetshme, thotë doktoresha, ndërkohë vazhdoni të ndiqeni dhe të mbaheni në kontroll për problemin madhor që keni pasur. Doktoresha, në fakt, problematika e mesazheve ishte nga të gjitha ato shenja që do ju përmendët, nga fryrjet e barkut deri tek problemet e themi dhe me analizat apo me testet laboratorike. Ndërkohë të gjitha këto do t'ja lëm një emisioni tjetër. Të falenderoj që ishe këtu sot për informacionin dhe mesazhet që i ndam me teleshikuesit. Erdhi fundi emisionit për sot. Ju lë takim të shtunën e ardhshme, duke ju rikujtuar ritransmetimi sot në orën 24, ditën e diel në orën 12:45.